Të ftojmë për fjalën e tij përshëndetse Presidentin e Republikës, shkëlqyesin e tij, Zotin Bajram Begaj. Nderuar sinodi i shenjtë, Përshëndëri, kryepiskopi Joan, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Të nderuar besimtar dhe pjesëmarrës. Është një kënaqësi e veçantë për mua që të jem këtu me ju në këtë ditë të shënuar. Dita e sotshme është një ditë historike për autoqefalinë e Kishës Ortodokse Shqiptare dhe për gjithë shoqërinë shqiptare. Me pronëzimin tuaj sot, si kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, ju, fortumtëri, radhiteni krahas prelatëve paraardhës tuaj, Visarion Gjuvani, Kristofor Krisi, Pais Vodica, Damjan Kokoneshi dhe Anastas Janullatusi. Secili prej tyre, me veçantinë dhe dhuntinë e tij, ka luajtur një rol të çmuar në shpalljen dhe njohjen e autoqefalisë së kishës sonë ortodokse. Fronëzimi i fortdymturisë së tij, kryepiskopit Joan, shënon një kapitull të ri në jetën shpirtërore të vendit tonë. Një kapitull që nis me shpresë, me besim dhe me përgjegjësi. Ky është një moment solem, i cili përmbledh në vetvete vazhdimsinë dhe përkushtimin. Në këtë udhtim të ri, nuk mund të mos ndalem për të shprehur mirënjohjen time të thellë për kryepiskopin e mëparshëm Anastas, i cili për dekada me radhë shërbeu me urtësi dhe përkushtim, duke i dhënë kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë forcë, dritë dhe një trashëgimi shumë të vlefshme. Kisha ortodokse në trojet tona nuk është vetëm një institucion fetar, dhe bëri të mundur besimtarët ortodoks shqiptar me mbajtjen e Kongresit Historik të Beratit, gati 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Nga ky kongres mori udhën themelimi i autoqefalisë shqiptare me kontribut të çmuar të Fanolit, Visarion Gjuvanit, Jerotheo Jaho dhe Kristofor Kisi e shumë të tjerë. Pas shumë përpjekjeve, negociatave e kongreseve të tjera, vetëm në vitin 1937, u dha tomosi patriarkal dhe sinodal që njohu zyrtarisht autoqefalinë e kishës ortodokse të Shqipërisë. Fatkeqësisht, në vijim, atë që nuk mund ta bënin dot as pushtuesit e huaj, e bëri regjimi diktatorial me anë të persekutimit të brendshëm komunist. Shqipëria u shpall shteti i parë dhe i vetëm ateist në botë, duke rrafshuar çdo objekt fetar në vend, e zhveshur çdo klerik. Regjimi zhbëri edhe autoqefalinë. Pas 23 vitesh ateizëm shtetëror dhe pas 33 vitesh veprimtari misionare historike të kryepiskopit Anastas, më në fund ne po përjetojmë me gëzim pronëzimin e fortlupturisë suaj, kryepiskop Joan, të zgjedhur me vota unanime nga një sinod me një shumicë peshkopës shqiptar. I dashur fortlumturi, pronëzimi juaj përkon me një vit të veçantë. Kujton 1700 vjetorin e koncilit të parë ekumenik të Nikeas. Aty, ndër të tjera, u formuluan nenat e para
të Credos Kristiane, u vendos parimi i sinodalitetit të Kishës Universale si një parim demokratik dhe mënyra e saktë për llogaritjes së datës paskale, si dhe u saksionua festimi i Pashkëve nga të gjithë të krishterët e të gjithë botës në të njëjtën ditë. Zoti e bëri të mundur që në këtë vit përkujtimtor të gjithë të krishterët e botës do ta festojnë bashkërisht Pashkën, duke na rikujtuar rëndësinë e përafrimit, të bashkimit dhe kungimit të plot, ashtu siç ishte për 1000 vitet e para të historisë së krishtërimit. Nga kjo katedrale e shenjtë, le të përcjellim sot një mesazh që te i kalon kufijtë e besimit dhe fton të gjithë qytetarët e vullnetit mirë në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më të përulur, më të bashkuar dhe më të vllazëruar. I dashur fortëluturi, në këtë ditë të bekuar, ju uroj që shërbesa juaj të jetë e qetë, e gjatë, e ndritur dhe frymëzuese. Lutem që Zoti t'ju jap forcë, mençuri dhe përulësi në këtë rrugëtim fisnik. Qofshi gjithmonë shembull i përkushtimit dhe i dashurisë për besimtarët dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Qofshi një udhëheqës që ndërton ura, që nxit bashkëtesën, që forcon besimin, që përhapni dashuri, paqe, shpresë dhe drejtësi mes njerëzve. Në këtë mision të madh, ju nuk do të jeni vetëm. Kisha, besimtarët dhe shqiptarët do të jenë gjithmonë me ju, dhe shteti do të mbështesë gjithçka që shërben për të mirën e njerëzve, që forcon harmoninë dhe bashkëtesën mes besimeve, që forcon mirëkuptimin dhe vlerat që na bashkojnë. Së fundmi, më lejoni të bashkohem edhe unë me lutjet dhe urimet e besimtarëve të Shqipërisë dhe më gjërë, që vitet tuaja në drejtimin e Grigjes Ortodokse shqiptare të jenë të shumta, të bekuara e të frytshme në mbrojtje të drejtave dhe interesit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si dhe të kombit shqiptar. Zoti qoftë me ju në çdo hap të këtij udhëtimi fisnik. Urime, fortëlumturi, Kryepeshkop Joan.